po investojnë zot të toks, vetë, që i posedojnë nervite, që nuk e kanë pas mundësinë as ta rrethojnë me një leje ndërtimi thjesht. Paketa maleve përfshin pyje kullota dhe jep drejt atyre që i posedojnë këto toka që t'i zhvillojnë. Sot po japim vetëm posedimin. Ne sot bëjmë thjesht kalimin e 6 aplikuesve që plotësojnë kriteret për të përfituar me paketën e maleve. Për ne është thjesht një dritë jeshile, është një miratim parim dhe nuk e di se gjithë këtë histori që po bëjnë. Një ligj antikushtetues ka përplasje me ligjin e zonave të mbrojtuna, ka përplasje me ligjin për menaxhimin e integruar të ujrave dhe ka përplasje me ligjin për sa i përket pronësisë shtetërore, pronave shtetërore. Absolutisht jena pro banorëve të thethit për këtë gjë. Po dona transparencë. Nuk po dini me i dhanë shpjegim, a janë dhe nësë po marrim vesh, a janë apo s'janë me të vërtet, trashëgimtar të këtyne pronave.